Bypassi i Shkodrës vjen të përballet me dëmtime të njëpasnjëshme duke mbetur në gjendje jo të mirë. Shkak kryesor për këtë situatë mbeten aktet e përsëritura të vandalizmit nga personat pa përgjegjësim. Aksi i cili u ndërtua për lehtësuar trafikun dhe për t'i dhënë një pamje moderne hyrjes së qytetit, sot paraqet një pamje mjaft problematike. Sinjalistika rrugore e dëmtuar, ndrejquesi të thyer dhe dëmtimi i barrierave mbrojtëse, jo vetëm që zbejnë pamjen e kësaj vepre infrastrukturore, por përbëjnë edhe një rrezik serioz për sigurinë e drejtuesve të mjeteve që kalojnë çdo ditë këtu. Pavarësisht ndërhyrjeve apo shqetësimeve të ngritura her pas here, infrastruktura e këtij segmenti bie prej dëmtimeve sapo riparohet. Ndërhyrja e menjëhershme e organeve kompetente për monitorimin e zonës dhe kapjen e përgjegjësve mbetet e domosdoshme në mënyrë që kjo vepër publike të mos lihet në mëshirë të fatit.